Diskutim mbi veprën e Tahir Kolgjinit këtë të shtunë në Qendrën Islame të Shqiptarëve Amerikanë të shtunë më 12 prill, duke filluar nga ora 12 në Qendrën Islame Shqiptare-Amerikane, do të organizohet një takim kushtuar veprës së trashëgimisë intelektuale të Tahir Kolgjinit, njëri nga personalitetet më të rëndësishëm të kulturës dhe gjuhësisë shqiptare të shekullit të 20. Në këtë takim do të diskutohet për kontributin e tij të gjerë në studimet albanologjike, rolin e tij si përkthyes, historian, gjuhëtar dhe figurë spikator e diasporës shqiptare. Tahir Kolgjini lindi më 24 prill 1903 në fshatin Lamsh të Lumës, ndroi jetë më 12 dhjetor 1988 në Stamboll. Ai ishte autor i shumë studimeve të rëndësishme mbi gjuhën shqipe, historinë shqiptare dhe konsiderohet një nga përfaqësuesit më të denj të mendimit kombëtar në Mërgat. Ky aktivitet synon të nxjisë një diskutim të hapur mes studiuesve, intelektualëve dhe të rinjve rreth figurës trashëgimisë së tij në kohën kur interesimi për personalitetet të harruar kulturës sonë po merr gjithnjë e më shumë vëmendje.